Po, peshohem se kush i ka meritat më të mëdha për rezultatet pozitive të kombëtares së Kosovës. 61% futbollistët, frankofota 37%, ndërsa FFK-ja 2%. Kush votoi për futbollistët kushtrimi? Edhe Leci. Tahiri. Leci FFK-pa. Ja, Lecin 2%. Unë vështë ka kalu pragu Leci. Ma i meqëm Faruku s'votoj e që. Qatë kërë kërë kështë rezultatë o kone kundërta. Fix. O kone kundërta, para me nëta. Asa atër kanë lufe për këja, ta është më lufe për këja. Ta është më lufe lejtarë. Qëta shfarë, veç këqyre qa, shfarë vota shkjera. Po jo, veç qëra kënez këtina kënez. FFK-ja gjithmonë është i ka ato meritat e veta, pavarësisht që s'ka përqindje të votimit, po normalisht ato dihet që Ajo është e patestueshme. Të treneri edhe të federata shkojnë vetvetiv, sepse Qëra kënez ganu. Trener Gani? Mos të morëm kohën Liresh, besoj që u konsumu kjo temë, nuk ka nevoj, po... Me qëtat të të më shkurt? Po, tek rezultatet, të shumë regjia, rikëthimi tek rezultatet të ndeshje kualifikuse pra të kombëtares së Kosovës. Mendoj që ajo si start nuk do të me jamohu merita që i ka pas fillim qalender, sepse vërtet si fillim, kër e ka morë kombëtaren, kër imi pranu, e ka ngrit një nivel vërtet ma lartë, po pastaj kapaciteti ishte i tina derajsh, po gabimi që është bo ma i modhe edhe nga federata, nga gjithë ne është bo që ne mendoj që shumë herët e kemi mbiblersu vetën gjithmonë ma shumë se që kemi pas mundësi edhe aftësi për me arrit ato objektiva që jemi saktu vetet. Kur ne kemi saktu ato objektiva, mendoj, ndoshta jo të pa arritshme, por ambisje mendoj të prume, pas taj e kryon atë tensionin, presionin e madhë të gjithë, edhe ato pastaj kanë kryu ato problematikat që kanë qenë edhe tek Shqitalesi edhe Arbri, pastaj është prisht edhe atmosfere gjithë ato, por pastaj edhe rizgjedha e këtyre tjerëve selektore ka qenë gjithmonë e gabushme, deri në momente në arritjes fotes. Tash, ku është kjo kthesa, mendoj që normal edhe para këtyre eliminatore tash, është po Doratina, por ajo kthesa kyqe mendojune, është që Foda ka të regu reflektim momentin më të mirë, edhe ka të regu aftësit e tina që reali që ka pas debaklit, mund të thejme debaklit, ndoshta është termiron debaklit, po me gjithar debaklit me Zvicrën, sepse ka shku me tjetin filozofi, tjetin stil, si kurse ato eliminatore tjera kur ne kemi dështu, edhe ka dështu, do të totalisht, me dojune, ato ka reflektu edhe ka po, dhe më thonë, gjendin edhe mundësit reali që i ka kombëtare jonë, edhe, po këto është aftësia trenerit, mendoj, edhe për atë arsye, i thash i ka ato meritat e ti, e ka po realisht se ku kem aftësit reali që kem, ka ndru stilin e lojës, ka ndru sistemin e lojës, edhe ka